Qëndrojmë te kjo temë, do të bisedojmë me zotin Reinaldo Pipiria, që është kryetar i shoqatës së ndërmjetësve të pasurive të paluajshme. Mirëmbrëma. Ky është rivlerësimi i katërt që bëhet në Shqipëri, duke patur parasysh i pari është bërë rreth vitit 2010-2011. Ka nisur me 1% në atë kohë dhe sot jemi praktikisht me 5%. Sipas mendimit tuaj, sa interes ka publiku këtë herë në këtë rivlerësim, në këtë proces? Në fakt, ne vlerësojmë që interesi është i lartë. Kemi komunikuar fatikisht në fund të 2025 dhe fillim 2026, në momentin që ligji po vononte të dekretohej. Në atë periudhë na kanë rezultuar diku tek 5300-5500 kontrata, të cilët ishin gati, kontrata me afate, të cilët ishin gati për të futur në procesin e vlerësimi edhe për të ekzekutuar, si ka lind titull pronësie në fillim të janarit. Mendojmë që tani do të jetë më tepër, duhet të kaluar numri 6000, sepse në momentin që ligji u botuan fitore zyrtare, pritshmëritë ishin të larta që do të hynte në fuqi në datën 22 dhe do të fillonte të ishte i efektshëm që në datën 22. Kështu që praktikisht vetëm për një muaj ne kemi parë që numrat kalojnë 6.000 kontrata në pritje. A ka interes për këtë vlerësim? Ne të bëjmë disa pyetje konkrete. A do të kishte interes për këtë vlerësim të kësaj radhe dikush, një pronar i një prone të paluajtshme, sigurisht që e ka rivlerësuar atë më parë në një nga proceset e mëparshme? Ne vlerësojmë që ka interes edhe për shkak të dinamikave që ka pasur tregu pasurive paluajshme, edhe sikur ta kesh vlerësuar në 2021-2022, nëse po planifikon që ta tregtosh të paktën në 2-3 vite në vijim, patjetër që do të ishte udhës ta rivlerësoje përsëri tani. Për shkak se çmimet kanë mësuar rritje 10-12% të paktën mesatarisht në Shqipëri, pa folur për projektet e reja që kanë pasur pak temp më të lartë të rritjes. Po nëse dikush ka një pronë të dhuruar apo të trashëguar, a do të kishte interes, një këshill praktike? Ata kanë akoma më tepër interes për shkak se në procesin e trashëgimisë, në momentin që prona trashëgohet, edhe pse mund të jetë rivlerësuar dhe tatimet janë paguar nga trashëguesi më herët, nga trashëgimtari që ka lënë pasurinë, fatkeqësisht në kartel ato kalojnë me vlerë 0. Dhe në një moment kur ti dëshiron ta tregtosh, hapësira midis kostos që ti ke marrë në punësi këtë pronë edhe çmimi të shitjes është akoma më e madhe, ndryshe nga procesi i blerjes, nëse ke fituar me blerje. Kështu që parimisht ne sugjerojmë që kushdo i cili ka fituar pronën nëpërmjet procesit legalizimit dhe ka të certifikuar, kushdo që ka fituar me trashëgimi, patjetër që duhet ta rivlerësojë pronën, sepse baza tatimore është shumë e lartë. Dhe pyetja e fundit, zoti Pipiria, nëse do të kishit një listë të këshillave që do të jepnit njerëzve të interesuar për aspekte të ndryshme të këtij procesi, cila do të ishte këshilla kryesore, çfarë duhet të bëjnë ose çfarë nuk duhet të bëjnë së pari njerëzit që kanë prona të paluajtshme? Sugjerimi parsorë është që të shfrytëzojnë të gjitha hapësirën e ngelur tashmë në dispozicion, nuk është më 12 muaj, do të jetë vetëm 10 muaj me sa kuptojmë, nëse vinë në fuqi në mes të shkurtit, do duhet të kontraktojnë patjetër një vlerësues të pasurive paluajshme nëse duam pronën ta vlerësojmë me vlerën reale të tregut dhe të përfitojmë maksimalisht nga kjo fushatë. Pra, mendoj që është fushata e fundit e rivlerësimit, kështu që ky është momenti për të rivlerësuar punën nëse keni pak para të vendosura më njanë që arrini të paguani tatimin mbi bazën e tatueshme, që është 5%. Faleminderit, ishte kryetari i shoqatës së ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme, Reinaldo Pipiria.